Horoskopi ditor, e hënë 16 shkurt 2026. Dashi. Kozmosi ju inkurajon të përqafoni fillime të reja. Me ndikimin e Marsit që nxit veprimet tuaja, do të gjeni veten të mbushur me energji dinamike dhe guxim për të përballuar çdo gjë që ju del përpara. Është një ditë e shkëlqyer për të filluar projekte ose për të thelluar në ndjekje të reja që keni menduar. Kushtojini vëmendje ideve që ju shfaqen në mendje, pasi ato kanë potencial për sipërmarrjet tuaja të ardhshme. Komunikimi rrjedh pa probleme. Prandaj shfrytëzojeni këtë kohë për të zhvilluar biseda të rëndësishme që mund të formsojnë drejtimin e jetës suaj. Miqt mund të kërkojnë këshilla dhe pikpamja juaj do të ofrojë sigurinë që u nevojitet. Financiarisht qëndroni të kujdesshëm duke shmangur shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni në vend të kësaj në përcaktimin e planeve buxhetore. Nga ana shëndetësore, përfshirja e një stërvitje të shkurtër në ditën tuaj mund të rrisë vitalitetin tuaj. Në dashuri, hapja është qelësi për ata që janë në marrëdhënie për të thelluar lidhjen e tyre. Dashi beqar mund të hasë perspektiva interesante, duke i bërë mjediset shoqërore një terren të favorshëm sot. Demi. Në këtë ditë plot gjallëri, ju nxiteni të ngadalësoni dhe të nuhasni trëndafilat. Universi rreshtohet për t'ju dhënë qetësi dhe një hapësirë për vetë-reflektim. Venusi romantik ndikon në emocionet tuaja, duke sugjeruar një ditë ideale për të ushqyer lidhje të ngushta. Qoftë një lidhje më e thellë me një partner apo rilidhje me familjen, do të gjeni ngushëllim në përvojat e përbashkëta. Profesionalisht, merrni një moment për të vlerësuar trajektoren tuaj aktuale. Rregullime të vogla por kuptimplote mund të jenë thelbësore për progresin. Ju keni vendosmërinë për të arritur qëllime afatgjata. Megjithatë sot ka të bëjë me rivlerësimin e hapave tuaj drejt tyre. Kini kujdes nga zakonet e shpenzimeve të tepërta që mund të ndikojnë në shëndetin financiar afatgjat. Mund të hasni burime të papritura ose mbështetje nga aleatët, prandaj qëndroni të hapur për ndihmë. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në aktivitete themelore. Yoga ose meditimi do të rrisin paqen tuaj të brendshme. Lejoni që kreativiteti të rrjedhë në ndjekje të qeta. Përshtatuni me ritmin e relaksimit dhe kjo do të sjellë gëzim rigjenerues. Binjakët. Të dashur binjak, energjia qiellore sot thekson inovacionin dhe shprehjen. Planeti juaj sundues, Merkuri, ju fton të eksploroni potencialin tuaj krijues. Do të gjeni fjalë që rrjedhin pa mundim, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të treguar histori ose për të angazhuar në biseda stimuluese. Krijimi i rrjeteve sociale mund të zbulojë mundësi të reja. Prandaj hyni në rrethe shoqërore me kuriozitet. Në punë, seancat e shkëmbimit të ideve mund të zbulojnë ide të reja. Aftësitë tuaja analitike janë të mprehta, duke ju lejuar të zgjidhni problemet me shkathësi. Ndërsa lundroni në rutinën tuaj, ekuilibri është thelbësor. Shmangni shpërndarjen e energjisë suaj. Financiarisht, një qasje pragmatike do të japë rezultate më të mira se sa vendimet impulsive. Reflektoni mbi buxhetin tuaj dhe përshtatni planet nëse është e nevojshme. Emocionet mund të ndihen intensive. Kanalizoni kreativitetin në art ose muzikë për relaksim. Marrëdhëniet përfitojnë nga humori dhe sharmi juaj, duke lehtësuar humorin përreth jush. Beqarët mund të hasin në lidhje emocionuese. Në shëndet, qartësia mendore sjell paqe. Ruajeni atë me pushim dhe hidratim të mjaftueshëm për ta mbajtur mendjen tuaj të ndezur. Gaforria. Sot yjet ju ftojnë të përqendroheni në botën tuaj emocionale, duke theksuar rëndësinë e kujdesit për veten tuaj të brendshme. Shkëlqimi i butë i hënës ndriçon njohuritë tuaja intuitive, duke ju udhëhequr përmes reflektimeve personale. Është një ditë për t'i dhënë përparësi kujdesit për veten, duke lejuar që çdo ndjenjë e fshehur të dalë në sipërfaqe dhe të përpunohet. Rrethojeni veten me rehati të njohura dhe kënaquni me aktivitete që nxisin paqen. Dinamika familjare mund të dalë në pa. Natyra juaj empatike do të jetë ngjitësi që mban lidhjet e paprekura. Profesionalisht, është një kohë e vlefshme për të punuar prapa skenave, duke përsosur aftësitë kritike për suksesin afatgjat. Shmangni nxitimin në vendime, veçanërisht ato që përfshin financat. Në vend të kësaj, konsultohuni me këshilltar të besuar për udhëzim. Në dashuri, komunikoni hapur për të zgjidhur çdo keqkuptim të mbetur. Sjellja juaj edukative tërheq ata që kanë nevojë për ngushëllim. Angazhohuni në praktika shpirtërore për të mbështetur energjinë tuaj, të tilla si meditimi ose shëtitjet në natyrë. Mos harroni, sot ka të bëjë me krijimin e ekuilibrit midis botës suaj të jashtme dhe të brendshme. Luani.
Sot shkëlqeni shkëlqyeshëm në ndikimin e yjeve. Aura juaj karizmatike tërheq njerëzit drejt jush, duke ju mundësuar të keni një ndikim të rëndësishëm si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Është një ditë e përsosur për të shfaqur cilësitë tuaja të leadershipit dhe për të udhëhequr projektet me besim. Ky ndikim amplifikohet më tej nga pozicioni i diellit, i cili energjizon ndërveprimet tuaja, duke i bërë të tjerët të hapur ndaj ideve tuaja. Romanca është në ajër dhe për ata që janë në marrëdhënie. Pasioni i ripërtërir mund të jetë në plan. Luanët beqar mund të përjetojnë takime të papritura që mund të çojnë në lidhje të gëzueshme. Mund të lindin diskutime financiare dhe me aftësitë tuaja bindëse. Ka të ngjartë i ktheni situatat në favorin tuaj. Megjithatë, mos harroni të balanconi vendosmërinë me përulësinë. Ndërsa dita përparon, krijimi i një ndjenje mirëqenieje përmes kohës së lirë të planifikuar mund të sjellë shpërblime. Konsideroni aktivitete që argëtojnë dhe relaksojnë, si shikimi i një filmi të preferuar ose pjesëmarrja në një ngjarje kulturore. Dielli juaj i brendshëm vazhdon të ngrohë edhe kur perëndon mbrëmja. Virgjëresha. Sot jeni në përputhje me një energji praktike, por edhe të mpret që ju nxit të përqendroheni në detaje dhe të përsosni planet tuaja. Ndikimi i Mërkurit bekon aftësitë tuaja analitike, ideale për të përballur me detyra komplekse. Kjo është një ditë ku të menduari strategjik mund të çojë në zgjidhje efektive, veçanërisht në përpjekjet tuaja në karrierë. Shmangni analizimin e tepërt. Instinktet e besimit do t'ju udhëheqin përmes deshifrimit të informacionit të rëndësishëm. Financiarisht, është një moment i favorshëm për të vendosur qëllime afatgjata dhe për të planifikuar buxhete. Kushtojini vëmendje shëndetit, ndoshta përmes një regjimi ushtrimesh ose përmirësimit të dietës. Natyra juaj e kujdesshme përfiton nga marrëdhëniet, pasi komunikimi i qartë rrit mirëkuptimin e ndërsjellë. Për beqarët, ngjarjet shoqërore mund të ofrojnë lidhje interesante që ja vlen të eksplorohen. Projektet krijuese mund të shohin një rritje të frymëzimit. Kanalizoni këtë në hobi ose ndjekje artistike. Ndërsa dita kalon, jepini përparësi relaksimit për të rigjallëruar mendjen tuaj. Ky ekuilibër jo vetëm që sjell qartësi, por rrit produktivitetin për planet tuaja të ardhshme. Mos harroni, ruajtja e qetësisë hap rrugën për sukses. Peshorja. Në këtë ditë të bukur, yjet ju ftojnë të eksploroni ekuilibrin brenda partneriteteve tuaja. Venusi, planeti juaj sundues, amplifikon dëshirën tuaj për harmoni dhe bukuri estetike. Aftësitë tuaja diplomatike janë në kulmin e tyre, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të zgjidhur konfliktet ose për të futur marrëveshje të reja në mjediset profesionale. Energjitë romantike sillen rreth jush, duke forcuar lidhjen tuaj me një partner dhe duke u ofruar beqarëve një shans për të takuar dikë që plotëson jetën e tyre. Financiarisht qëndroni vigjilent. Mund të lindin shpenzime të papritura, por menaxhimi i zgjuar mund të parandalojë problemet. Kreativiteti lulëzon sot, prandaj angazhohuni në projekte që kërkojnë inovacion dhe ndjeshmëri estetike. Të rrethoni vete me bukuri, ndoshta përmes galerive të artit ose ridizajnimit të hapësirës suaj. Do të sjellë ngushëllim dhe frymëzim. Nga ana shëndetësore, ekuilibri emocional është thelbësor. Merrni në konsiderat jogën ose meditimin për të përqendruar në veten tuaj. Në miqësi, sharmi juaj hap rrugën për biseda kuptimplote. Përqafoni njohuritë që mbledhni dhe qasuni ditës me një qëndrim të hijshëm. Akrepi. Sot yjet ju inkurajojnë të zhyteni thellë në pasionet dhe dëshirat tuaja. Ndikimi i Marsit ju fuqizon, duke ju shtyrë të ndiqni qëllimet me intensitet dhe fokus. Vendosmëria juaj nuk njeh kufi, duke ju mundësuar të arrini atë që keni vendosur në mendje. Në çështjet profesionale, ndryshime të vogla strategjike mund të çojnë në përparim të konsiderueshëm, veçanërisht në projekte që kërkojnë lëvizje të guximshme. Financiarisht, është koha për të rivlerësuar investimet ose kursimet për të siguruar stabilitetin në të ardhmen. Marrëdhëniet personale janë të theksuara. Komunikoni me transparencë për të forcuar lidhjet. Akrepët në dashuri mund të përjetojnë një rritje të lidhjes më të thellë, ndërsa beqarët mund të gjejnë kimin në takime të papritura. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë në rutinat e fitnessit. Është një ditë për të ndërtuar forcë, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Ndjekjet krijuese përfitojnë nga intuita juaj e thellë, duke i kthyer vizionet në realitet. Ndërsa afrohet mbrëmja, kalimi i kohës së qetë në meditim ose meditim do ta qetësojë shpirtin tuaj, duke ju përgatitur për sfida dhe triumfe njësoj. Shigjetari. Sot ju tërheq zgjerimi dhe aventura, fal ndikimit të fuqishëm të Jupiterit.
Mundësit për rritje trokasi në derën tuaj, veçanërisht në arsim ose udhëtime. Angazhimi në përvoja të reja rrit kuptimin tuaj për botën. Profesionalisht, përqafoni bashkëpunimet që premtojnë përfitim të ndërsjellë. Përpjekjet e ekipit janë më të dobishme në këtë kohë. Financiarisht, këshillohet të mbani një sy te shpenzimet, duke u siguruar që ato të përputhen me qëllimet tuaja financiare. Në çështjet e dashurisë, spontaniteti mund të ringjallë pasionin ose të çojë në lidhje të reja të këndshme. Komunikimi rrjedh me lehtësi, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për biseda kuptimplote me miq dhe familjen. Nga ana shëndetësore, shpirti juaj aventuresk përfiton nga aktivitetet në natyrë që sfidojnë trupin tuaj dhe qetësojnë mendjen tuaj. Përqafoni teknikat e vetëdijes për të menaxhuar stresin dhe për të qëndruar të përqendruar në qëllimet tuaja personale. Pikpamja juaj optimiste tërheq energji pozitive. Përdoreni këtë energji për të frymëzuar ata përreth jush. Në mbrëmje, reflektimi mbi udhëtimin tuaj të ditës mund të ofrojë njohuri të thella. Britsjapi. Sot yjet janë rreshtuar për të mbështetur ndjekjet tuaja ambicioze. Saturni, planeti juaj sundues, ju nxit të shfrytëzoni disiplinën tuaj të brendshme për rezultate të prekshme. Profesionalisht, është një ditë e frytshme për planifikimin e strategjive që sigurojnë sukses afatgjatë. Jini të hapur për të mësuar nga mentorët ose kolegët. Njohuritë e tyre mund të katalizojnë progresin tuaj. Maturia financiare është thelbësore. Rishikimi i buxheteve mund të parandalojë grackat e ardhshme. Në marrëdhënie, prioritizimi i kohës cilësore me të dashurit përforcon lidhjet. Komunikimi efektiv jep përfitime të ndërsjella, veçanërisht në zgjidhjen e keqkuptimeve të vogla. Britsjapët në dashuri mund të zbulojnë thellësi të reja në partneritetet e tyre, ndërsa beqarët mund të gjejnë romancë përmes ndërveprimeve shoqërore ose të punës. Nga ana shëndetësore, sigurohuni një ekuilibër midis punës dhe pushimit për të ruajtur vitalitetin. Përqendrimi në ushtrime themelore si tai chi ose meditimi do t'ju sjellë dobi sot. Ndërsa dita po mbaron, merrni kohë për të vlerësuar arritjet tuaja, të mëdha apo të vogla, duke nxitur motivimin tuaj për detyrat që keni përpara. Durimi dhe këmbëngulja gdhendin rrugën tuaj drejt suksesit. Ujori. Me ndikimin e hënës së re sot, fillimet e reja janë të mundshme, veçanërisht në lidhje me transformimin personal dhe vendosjen e qëllimeve. Është një ditë inovacioni dhe frymëzimi dinamik, duke ju lejuar të mendoni jashtë kornizave në adresimin e sfidave të jetës. Profesionalisht, rrjedhëzimi mund të sjellë mundësi të papritura. Idetë tuaja unike janë pasuria juaj më e madhe. Vendimet financiare kërkojnë kujdes. Peshoni opsionet përpara se të investoni burime. Në marrëdhëniet personale, ndershmëria hap rrugën për lidhje më të thella. Për ujorët në dashuri, hapja në lidhje me planet e ardhshme mund të forcojë lidhjet, ndërsa beqarët mund të hasin perspektiva interesante përmes takimeve të rastësishme. Balanconi ndjekjet intelektuale me kohën e lirë. Provimi i hobi të reja mund të ofrojë relaksim dhe gëzim. Shëndeti përqendrohet në qetësim mendore. Praktikat si tai chi ose frymarrja e thellë mund të lehtësojnë stresin. Ndërsa mbrëmja zbret, reflektimi mbi ditën tuaj ndihmon në mbledhjen e perspektivave dhe rritjen e vetëdijes. Qëndroni të adaptueshëm dhe besoni instinkteve tuaja. Ato ju udhëzojnë drejt përmbushjes së aspiratave tuaja sot. Peshqi. Sot, yjet rreshtohen për të nxjerrë në pa vetanalizën dhe paqen e brendshme. Me ndikimin e butë të Neptunit, është një ditë ideale për të zhytur në praktika krijuese ose shpirtërore që ngren shpirtin tuaj. Përqafoni dhuratat tuaja intuitive. Ato ju udhëheqin përmes nuancave personale dhe profesionale. Për sa i përket karrierës, afrohuni detyrave me kreativitet. Imagjinata juaj çon në zgjidhje unike. Financiarisht, përmbajtja e planeve të buxhetit siguron stabilitet. Megjithse lajme pozitive të papritura mund të vinë në rrugën tuaj. Ushqeni emocionet e thella dhe ndani ëndrat tuaja me të dashurit. Në dashuri, intuita ndihmon në lundrimin në marrëdhënie, duke zbuluar të vërteta që forcojnë lidhjet. Peshqit beqar mund të gjejnë lidhje të thella në mjedise të qeta. Angazhohuni në sipërmarrje artistike, si piktura ose muzika, për të shprehur emocione që fjalët nuk mund t'i kapin. Shëndeti përqendrohet në qartësim mendore. Teknika të tilla si meditimi do të përmirësojnë mirëqenien tuaj. Ndërsa dita kalon në mbrëmje, relaksohuni me vetë-reflektim të thellë, duke lejuar që vibracionet e qeta t'ju përgatitin për ditët në vijim me energji dhe mençuri të ri për të rirë.